Hetim Trëndetës, paguanin për të vrarë civil në Sarajev, emri i Vučićit në qendër të hetimeve. Italia ka hapur një hetim shumë Trëndetës. Dyshohet se në fillim të viteve 90 gjatë luftës në Bosnje, disa njerëz nga vende të ndryshme shkonin në përpozicionet serbe rreth Sarajevës për të marrë pjesë në atë që quhej Safari Snajperësh, me pak fjalë pagesa për të qelluar civil të pafajshëm. Avokati serb Čedomir Slajković ka publikuar dëshmi dhe foto nga ajo kohë, ku shihet edhe presidenti aktual i Serbisë, Aleksandar Vučić, me armë në dorë në kodrat mbi Sarajev. Ai thotë se këto pamje mund të lidhen me gjuajtjet ndaj civilëve, por thekson se këto janë vetëm pretendime, jo gjëra që janë vërtetuar nga ndonjë gjykatë. Edhe një ministër i Bosnjës, Zika Helez, ka thënë vitin e kaluar se Vučići ka qelluar civil, por përsëri këto mbetën vetëm deklarata, jo vendime ligjore. Hetimi në Itali është hapur nga një prokuror në Milano, pas një padije të një gazetari italian, i cili pretendon se ka mbledhur dëshmi të reja për këtë gjyeti njerëzish. Dosja e tij përfshin dëshmi, raporte dhe deklarata nga zyrtar të Bosnjës. Tani, prokuroria italiane po heton për të parë sa ka pasur realisht njerëz që paguanin për të vrarë civil dhe kush ka qenë i përfshirë. Deri tani nuk ka përfundime, vetëm hetime që po vazhdojnë.